Jemi në vendin ku do të kthehet si qendër peligrinazhi, ëh? Do të kthehet dhe është kthyer siç është kthyer dhe Spaku, por Engjëlli e ka si vend që e ka si pikën e tij të frekuentimit ditor për t'ia nxjerrë jetën natyrën, ne kemi thënë duhet. Altin mos i ngatro gjërat dhe se ata më kanë nxjerrë jetën mua 15 vjet që më mbajnë këtu. Se zvi për qefu këtu, po. Si njerë dhe një milioner, unë ju them ato që them unë janë ndryshe nga ato që thonë të tjerët, nuk varen fare nga ato të tjerët, unë në përgjithësi po thuaj se nuk i dëgjoj fare interpretimet e tyre, dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me një konfirmim të pretendimit të Sali Berishës se gjyqtarja ka qenë me probleme, ka qenë e dënuar. Gjyqtarja emër mbi emër për të bërë fjalë. Gjyqtarja ish drejtuesja e gjykatës kushtetuese për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Po. Zonja ka drejtuar atje për një kohë të gjatë që nga fillimi derisa u shkarkua në një farë mënyrë dhe u zvendësua nga Erion Bani, i nderuari Erion Bani, që praktikisht deri në atë kohë kishte ushtruar veprimtarinë e vet në gjykatën e Tiranës. Tani ne do merrim konkretisht me zonjën sepse këtu ka një gjë shumë të rëndësishme. Jo vetë emri i zonjës, po në përgjithësi ajo çapo ndodh. Sali Berisha ngriti pretendimin natyrisht si njeri që i atakuar nga gjykata, ai kishte të drejtën të mbrojë dhe u mbrojt ashtu siç u mbrojt. Tani problemi është jashtëzakonisht serioz, sepse ne kemi një gjykatë të specializuar kundër krimit të organizuar dhe krimit dhe korrupsionit që unë vetë kam kallëzuar kush e disa herë. Dhe për ta ripërsëritur, unë nuk kallëzoj strukturën. Nuk jam kundër strukturës apo mënyrës se si duhet funksionojë ajo. Por kundër personave. Ashtu. Dhe unë vazhdoj të kam ngulë që këta persona, domethënë, gjithë sistemi, edhe pse u konceptua në rregull, ai u uzurpua nga krimi shtetëror. Dhe ky është rast konkret. Po, rasti i kësaj gjyqtares. Rasti i kësaj gjyqtares është si shumë të tjerë, edhe nëse s'kan qenë të dënuar, ata janë njerëz lehtësisht të korruptueshëm dhe të shantazhueshëm. Ata nxjerrin nga dora vendime që s'kan fare lidhje me realitetin, me provat, me logjikën njerëzore, zero. Domethënë, unë kam në dorë sot që ajo gjykatë ka kaluar 12 vendime që nëse me të vërtet ne i shikojmë fije më fije ashtu siç duhet të shikojë një gjykatë, ato janë komplet out. Janë jashtë. Janë komplet out, pa logjik, pa provat, pa gjë. Bile, për të 100 herë ju them që SPAK i tjetërson provat, i tjetërson dosjet. Qëllimi kryesor është që në momentin, prandaj kanë mbyllur ata çdo gjë, që të zhduket çdo gjë. Kanë nxjerrë të famshmen marrje vendimi në dhomë këshillimi, ç'do të thotë marrje vendimi në këshillim? Do të thotë mungesë absolute transparence. Gjykata është detyrimisht transparencë. Prandaj bëhet gjyqi. Se ndryshe çdo policë atje mbën janë dënon në plaz atje. Ja, gjykata është pikërisht që palët, qoftë ai që akuzon, qoftë ai që mbrohet, qoftë ai që ka të drejtën për të ndëshkuar, qoftë ai që mbron veten, duhet të dalin atje në gjykatë dhe në transparencë të plotë, në mbështetje të plotë të ligjit, në mbështetje të plotë të provave, të jepet vendimi. Po nëse ti mbyll dyert dhe thuaj unë vendimin e marr në dhomë këshillimi, ç'a transparencë, ç'a ligji ka këtu? Zero. Zero absolute. Në rastin konkret për gjyqtarin që bëhet në fjalë që është dënuar. Është dënuar tani apo? Ajo është dënuar për falsifikim. Për falsifikim. Në shtetin grek. Që e ke kallëzuar dhe ke Unë nuk kam kallëzuar këtë, po unë kam kallëzuar kush e di se sa të tjerë që në një mënyrë apo në një tjetër janë pjesë e kësaj forme. Jo, me këtë dua të them që që edhe ajo drejtësia që ti ke kërkuar, po vjen ditës të shkojë në. Jo, unë që në sekondën e parë ju kam thënë që unë jam me Spakun, po Spaku ka probleme jashtëzakonisht të rënda. Mirupafshim. Ai është kapur nga këta njerëz. Është kapur nga bankierët, është kapur nga politikanët, është kapur nga partitë që tani. E di çfarë bën përshtypje më se po të shkëputës. Më bën shumë përshtypje që mos ma merr shumë personale këtë, por kjo ndodh edhe me mua edhe në vende të tjera, në raste të tjera, qoftë edhe në pozicione politike dhe vendimarrëse në Shqipëri, që në konfidencë ose në raste
periferike komplimentohen, vlerësohet puna, në rasti konkret puna juaj vlerësohet, por në raste, le të themi vendimarrjes, në raste ku do të ketë edhe i peshë tjetër, nuk e marrin shumë parasysh. Nuk e di jam i qartë me të që thashë, po besoj se njerëzit e kuptojnë. Shiko këtu. Pra, për shembull, i politikan ndoshta mund vit thotë bravo Engjëll me këtë që bën. Është shumë e mirë, është shumë qytetare, është shumë a dhe dashuri, është ligjore. Do një njeri i përkryer, por nga ana tjetër nuk bën dot asnjë gjë. Atëre, edhe kjo është edhe një sinqiter. Shqiptarët kanë problem të jashtëzakonshëm faktin që vendi është i uzurpuar nga të huajt. Ai çmon atë dashurinë time, po ai ka frikë nga fuqia e huaj, që këtu është futur e shullur këm kryq, këtu ka rrjete spionazhi, ka njerëz shqiptar. Pra, është me ty, po s'është me ty. Jo, është me mua, ai është me shpirt me mua, po me interes jo me mua. Bravo. Gjepin se ka me mua. Gojen se ka me ty. Domethënë, është skandaloze, është totalisht armiqësore që njerëzit nuk më ndihmojnë mua, që në fundi s'po kërkoj as pushtet as GPG, as lavdi as GPG, dhe kam një man me para të vërtetuara në një farë mënyrë nga një vendim i formës prerë, ndërsa këto para, apo të tjera si këto para, përfundojnë në gjep të Sali Berishës, që është me një mal me akuza në SPAK. Kjo shkon SPAK dje prapë, shkon SPAK dje. Po pra, ai shkon në SPAK, po nga ana tjetër, para që unë pres këtu, e kupton ti? $50 milion që presu këtu? I shpërndan në SPAK? Tak, përfundojnë atje të dalin të Sali Berisha në Amerikë. Në Amerikë, ha? Është vërtet ajo $6 milion që të... Po tani ti je i sigurt që pa gjësesht se Sali Berisha pa një kokër leku, pa lekët e këtyre pislajqeve nuk bën dot asnjë para. Pse lekët tua janë ato që janë, shiko, nuk po them që janë lekët e mia, po unë po them me gojën plot që lekët e mia, këto për të cilat flet vendimi, janë të periudhës 2008-2013, domethënë në kohën kur Sali Berisha ka qenë në maksimumin e pushtetit. Dhe unë disa herë kam kallëzuar Sali Berishën, edhe për vjedhje. Sali Berishën, Ridvan Boden, Rezar Taçin, Sokol Dervishajn, Gencurullin e më thëtë tash, që kanë qenë pjesa kryesore e ekonomisë, e financës, e tenderave e më thëtë tash. Dhe të gjitha këto nuk bëheshin pas Sali Berishën. Dhe po ju them me gojën plot që... Pra edhe vendimi që sot po hetohet për rastin e $6 milion ka të bëjë që është siguruar në të kohë? Që rëndësi ka? Por një gjë është e sigurt, ka një vit që këta që s'bëjnë asgjë. Domethënë kohë më se e mjaftueshme që të zhduken fondet dhe të kalojnë duar të tjera. Bile, nga shpjegimet e gazetarëve analistë, thuhet që zotëria ka përdorur një skem për të marrë një fond nga një fondacion që nesër nuk hetohet. Nuk e ka detyrim berjen publike, domethënë transparencën e fondeve. Pra kanë menuar skemë që më po gjithçka dhe jo më kod vendimi i gjykatës që kam unë, thotë që banka e Shqipërisë, domethënë Banka Qendrore, ka marrë në mbrojtje, ka fshehur aktivitetin kriminal të Bankës Raiffeisen, të Bankës Intesa San Paolo, të kompanisë Western Union, edhe të vetin. Domethënë ata janë në një bashkëpunim kriminal në një rreth të mbyllur. Ata mund të zhdukin fondet si të dojë qefi. Dhe prokurori gënjen për ditë e kam regjistruar, unë thot, po haron që vendimi ka 6 vepra të rënda penale dhe ka emra personash me në krye guvernatorin dhe mbi të gjitha me në krye drejtorin e mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë. Ai duhet ishte arrestuar i pari, urgjentisht. E kupton? Sepse ai është person ekzekutiv, domethënë, nëse guvernatori në përgjithësi është figura që ka emrin dhe ka autoritetin, po veprimet konkrete i mbulon direkt kallkat e tjera. Dhe ky është kryesorja, Denis Derralla. Ai ka qenë strumullari i ka bëu gjitha këto domethënë. Dhe prokurori këtu nuk bën asnjë gjë, bile prokurori është mashtrues serial. Don para këtij vendimi, prokurori ka bërë një kërkesë, prokurori Leonard Filopati, kemi përmendur në 140.000. Prokurori ka bërë një kërkesë në gjykat për të marrë gjasme një autorizim për kontroll, për marrje të dhenash, po e ka bërë së prapti qëllimisht. Nuk e ka bërë për veprën penale të mashtrimit kompjuterik apo të ndërhyrjes në sistemet kompjuterike, po e ka bërë për veprën penale
telefonata të bezdishme. Dhe gjykata i ka thënë jo, normalisht. Me që dori kjo e bezdishmja, se e nisëm fiks për këtë vendi për prokurori Po. që ti vjen çdo ditë. Po, A i bëjë bezdishëm për këta njerëz tu? ata janë, E ndjeti? jo, ata janë bërë të bezdishëm për mua. Janë bërë, ka ardhur. Shumë të bezdishme. Se ata po më banë peng mua. Kam më shumë se ty. Ata më detyrojnë mua të rikëtu. Pse kam qef unë të rikëtu, budalaja mu të rikëtu. Pse pak bota është gjitha jo hapësirë të qënë. Ma që Roma të lekë që të kanë marrë do ti zëgjelët O, ku do të cep të botës pa vajtur e Muz pa do brevë. merdë, sigur të varë, muz do merdë. Shi, ty do të merja kështu do të thoshe unë hajde Altin se me që quni gjatë ti je i ndershëm, se ju të gjatët nuk gjeni. Nuk jam 2 metra, nuk jam 2 metra se. Jo vetëm të 2 metra nuk vjellin, se i zotohet e thotë, po vetë të janë mushtë të studio televizive, kishë qenë. Mbrëm ishe ke ylli Rakipi, e bërë gjithë programin atje, ylli si folja si lafe, jo vetëm ylli, po gjithë Po normal, është ajo që themi ne, shiko këtu, nëse shqiptarët shpirtërisht në një farë mënyre apo mendërisht janë me mua, shqiptarët janë farë në ndjenja e dashurisë për shkak të presionit të jashtëzakonshëm që bëhet ndaj shqiptarëve, qoftë të brenda, qoftë jashtë shtetit. Po, kjo po njëta gjë jo vetëm për këto që janë funksionarë ose njerëz që kanë pushtet ose janë ministra, politikanë, deputetë e tjerë, por edhe nga shqiptarët e thjesht, është po njëta gjë që ty të mbështesin, por ajo që ju kam thënë që më përpara është se politikën në Shqipëri, politikën, sportin, artin, ekonomin, qatë dushti, median e tjera i bëjnë të uajtë. Janë ata që vendosin. Kjo bëhet, kjo s'bëhet. Dhe si vendosin? E vendosin duke i rekrutuar njerëzit. Qoftë të brenda nëpërmjet korrupsionit, qoftë andej. Të gjitha që shikoni juve në SPAK sot, që zbulohen, janë skema të pastra të kapjes së shtetit. E kuptoni? Kap një njeri kota i atje në Itali, i mbush mendjen që beu ti me ne, po ama mos drit bishtin, e thot të bëjmë ne të pasur. Dhe një lirë rapaj atje, kap një Klodian Rjepa i këtu, tan 100 milion euro bam gjepaj, fam. Nga zerua. Qa kërkomo nga jeva? Ja hodhe. Ne të kalëm pak të kuj AMP-s. Po, atëre Florian Sulejmani është një inspektor karriere. Do më thënë është një djalë që në pamje të jashtme, apo edhe në komunikime të përhershme është njeri i afrushëm, i logjikshëm e tjera. Por si thash, e vetëm jo ra i ka mashtruar arsiqarët, i ka mashtruar nga halli, se kam rënë unë në qafë. Ai më priste po thuaj se për ditë mua. Po unë i dhe morë t'i qunë, unë kam bërë këte dhe kërkoj këte. Ai një ditë bukur më dërgoj edhe e-mailin që po kërkojnë fondet të alokohen nga Ministri e Financës, kemi rënë dakord me ministrin. Ashtu. Tani doli blof. Lesh. Tani ai doli blof, po jo se do nda i të dilte blof. Po, me zorën atë blof. Tani. Po mirë, kjo është i pafajshëm, se jo, ai është i fajshëm sepse është autoritet. Po, pra ai është brenda ullukut, po ai është autoritet. E merr ajo rryma. Domethënë Floriani, si shumë të tjerë dhe thash, nëse normalisht në jetën e tyre private, nëse nuk do të kishte një ndikim ekstra institucional, të ta quajmë kështu, do ishte njeri i përkryer. Po ja që ata i thonë, ore, bëj kështu e mos bëj kështu. Po thot ai, po ligji thot kështu. Po ligji thot kështu. Lere ligjin i thot, kalo këtej, qa do sa do na. Dëgjoj engjëllin ju da djallin. Dhe, qa ka ndodhur? Për mendimin tim, Florian Sulejmani u pezullua nga puna nga prokuroria dhe gjykata e Beratit. Për një vepër penale koti. Jo e transferove, po nuk e transferove. Sepse këto janë idiotësira. Në përgjithësi, njëre në ko ushtaraku, qofta i policë, qofta i ushtarak, ishte i detyruar të bindej transferimit apo çdo gjë tjetër. Është në urdhër ai. Urdhri zbatohet, nuk diskutohet. Megjithatë, sot janë të tjera vlera dhe njerëzit kanë dhe të drejtën ankesës. Po nuk është vepër penale transferimi. Po. Ashtu. E dyta. Po pse në Berat? Sepse është një ndjekje penale out. Jashtë. Po, jashtë, nuk e ka kompetencën ata të ndjekin Florian Sulejmanin. Dhe qa ndodh?
nga Florian Sulejmani ndjeku në Berat, vjen Florian Sulejmani i çliruar në Tiranë. Të dyja janë out. Po pse ndodh kjo do thoni ju? Se Po tash qëllimisht pra me SB. Po pse qëllimisht? Sepse një vit të shkuar, unë e kam kallëzuar Florian Sulejmanin dhe shumë të tjerë. Po e kam kallëzuar në SPAK. Se atje e ka vendin. Domethënë, të gjithë drejtuesit që nga president, kryeministër, ministra, zëvendësministra dhe drejtorët e agjensive kombëtare, siç është Florian Sulejmani, drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit e tjera, hetojnë në SPAK. Dakor? Këta SPAK-u çaberi, si të gjithë të tjera, të marrë fiu e Durrës. Mi po unë ankova dhe unë kam të drejtë që ankohem. Ata tashti për të përmbysur idenë që unë kam pasur të drejtë që bëjnë këtë lojën. Jo në Berat, po në Tiranë. E kupton ti? Kjo është lojë. Për ta zhbërë pra. Po pra, jo, është lojë korrigjuese, është mashtrim i pastër që i bëhet publikut. Pastrim i pastër. Si ka mundësi prap dalin një hapara te këto. Jo, ata janë gjithmonë mbas meje. Juve jeni mbrapa. Ata janë gjithmonë pas meje. Ata nuk bën asnjë gjë. Po si do i kapësh tani ata me këtë hapi që. Ata janë të kapur ordi çun. Ju mblidhni trut, që s'kam çat kapun. Çka kemi, pse më kthehesh? Po mblidh trut jo ti erdhi çun, po mblidhin trut njerëzit do çun. Po nuk mashtrohet në një vend kaq të hapur, kaq demokratik, në letra. Me një ligj kaq të përsosur si Shqipëria, nuk mund të ndodhin këto gjëra. Nuk mund të ndodhin. Sa do që këto të bëjnë, do të thonë këto tentativa, këto marifethe, këto lojra, gjitha këto. Po s'më bëjnë do të mua ordi çun, po jo mua. Po. Ata mund ja bëjnë kudo këto lodra, po jo mua. Unë njoh politikën, njoh shtetin, njoh institucionet, njoh medien, njoh ligjin çat dush ti. Gjithë funksionet e qenit një shtet demokratik. Të gjitha. Po këto janë të hapura, lexojnë çdo ditë, ka libra, lexojni. Ç'a bëni ju? Si rini kështu ulni veshët ju? Dëgjoni më fal për shkak me qesh çuni gjata ai kështu çon nga një kështu e juve ikni trembën. Me vrap. Ç'a bëni? Artista. Miq, ju përshëndesim. Dëgjoni Angelin dhe jo djajt. Leonard Filopati vazhdon mashtron. Ligji ka nxjerr gjykata dhe gjykata sundo. Çdo gjë që thot gjykata është e detyrueshme për të gjitha palët. Në rastin konkret, gjykata ka urdhëruar hetimin me prova, ka vënë emra, ka vënë veprat penale që janë më të rënda, siç janë pastrim, fshehje parave, domethënë vjedhje, pastrim parash, korrupsion, marrje në mbrojtje të njëri tjetrit, deklarim i rem, e më the të thash. Të gjitha këto detyrimisht janë për prokurorin që duhet të veprojë dhe të bëjë arrestimin. Për rallat e Leonard Filopatit nuk i ha as bufi. Asë mailet që na kthejnë që thotë me që nuk japim dot përgjigje, se si jep dot përgjigje ai këtu përballë nesh e përballë jush.